Bënë tonë edhe stopin ati. Që këtu? A bënë tash me... Po, që vështi... Atër zgjedhja për nën kryetar të Komisionit Pavarur për Media është si vjen. Pra, e para, Drita Morina. Po? Unë e kom pa, për më nuk është Drita Morina. Drita Morina. Drita Morina. Drita Morina. Po mund t'i shuajmë pastaj. Po, është krejt. Drita Morina. Edhe përsëri Drita Morina. Pra gjithsej 7 vota janë për kandidatën Drita Morina. Po, faleminderit. Edhe një herë ju lutem, pas procesit të votimit të fshehtë me 7 vota për Drita Morina, zgjedhet nën kryetare e KPM-s. Uri. Faleminderit, Zona Gjokovic. Përshëndetje, përshëndetje. Unë po mendoj që në marrë parasysh përbërjen që kemi për momentin edhe përvojën e kandidatëve që na u kanë shturtur si kolegë, natyrisht edhe anën gjinore tash pa dashtë Nuk bon pa femre, nuk bon pa. Po, pa dash me bon dë një dallim, me që ta ku mendoj si Drita Morina kishme qenë përshtatshme me që e ka u besoj edhe përvojën në këtë fush. Unë ja kisha besu këtë detyrë zonës Morina.